Për ty, çka të ndodh? Ai po e ekzekuton. Qysh për ati pja mërmenja. Ka bërë 11 ligje antikushtetuese. Kurti po e sundon ligjin pavarësisht ka thot ligj. Po flitet për numrat të krijimit të qeverisë, mendoj se veç Fatmi Lima i ka numrat. U largu pa u përshëndet. Kanë qenë kështu mbase më brutalët në ndjekjen e interesit të partia. Pse Ramushi e anket fore. Automatikisht po e pamundson me orë e dyta. Automatikisht je për opsionin e parë. Thoni ati e famshme, nuk provohet shteti o t'jem. Se duhet kur dalun e pevlevizve ndosi mund shon nga antar. Po kjo ndodh gjithandaj. Se nuk i njeh shumë personalisht, e ju i njihni edhe personalisht. Unë e di ti kush je. Pra nëse unë kam vota dhe jam i votuar dhe kam pushtetin politik përmbi institucionet, atëherë çdo gjë tjetër duhet më nënshtruar që ti vullneti politik tim. Albin Kurti do të thonë jep të drejtë vetës, më kallëzon njerëzve që me vesh, më kallëzon njerëzve që me hongër. Kapet pak prokuroria, këshilli prokurorial, kapet pak këshilli gjyqësor. Ky popull nuk e duron një gjë të tillë. Zullumi kputet prej strashi, jo prej solli. So konkur kur fal pushteti thotë unë jam i pakorruptueshëm. Po, ti je i pakorruptueshëm sepse s'ke pas shans ashta. Madje shumë herët u përlyer. Tepër herët mendoj në tepër shumë. Sepse për Albin Kurti njerëzit janë veç numra. Spajtona me rrugën që jetu e ndjekve. Edhe është më e rëndësishëm pushteti yt apo Kosova? Apo ta mërmenja që Albin Kurti e bën Fatmi Linën kryetar komente? Je ka mujt me pas numra. LDK, PDK, AK, qëtash po veprojnë se një. Kur mundë me pas në qeveri? Juridikisht jemi në situatë pa dalje. Për shembull, na po thonë që kjo situatë pa Albin Kurti nuk shkëlqot, unë nuk mendoj që është. Ka të padijshëm, a me qëllim i bajnë për shkaktu dëm, që ta nuk e kam në shumë të qartë. Puro jashtëligjor. Peshojnë për Albin Kurtin këta dy, sa Vjosa Osmani. Jo, unë mendoj që për Albin Kurtin ta mund të peshojnë më shumë se Vjosa Osmani për shkak lojalitetit që e kanë kallëzuar. Po megjithatë lojalitetin ai ja u shpërblen, por nuk i konsideron rrezik potencial për pushtetin e tij. Ma gjojti mund një rast kur Albin Kurti një marrëveshje politike me një palë tjetër e ka respektuar. Mirëmbrëma miq, mirë se po takohemi në VV Show-n e dytë me Visarin. Visar, javë dinamike ka qenë, besoj, edhe për ty, edhe për mua, edhe për secilin. Jemi në një fazë, në një situatë ku ligji edhe kushtetuta tashma interpretohet kudo dhe nga gjithkush. Por në fakt nuk po e dim saktësisht se çfarë të ndodh. Apo më mirë me thonë, ata votuesit që i kanë votu vetëvendosjen e PDK në këto tjerat, kanë metë në një situatë kur s'po din ku i millon të drejtë, sepse zhurma e partisë që po e mban pushtetin është më e madhe se sa argumentet ligjore dhe kushtetuese që interpretohen nga parti tjera politike. Për ty, çka të ndodh? Po, spari do të me saktësu që natyrisht për secili ligj do të me ekzistu një instancë objektive, pra e pa anshme interpretim. Dhe nuk mund tash secili për ne mund me pas mendim. Po nuk është secili mendim interpretues i vlefshëm në aspektin ligjor. Për shembull, ne të flasim këtu për ligjin për qeverinë ose cilin do ligj tjetër, e lexojmë çish neve për na Armenia, mi po kjo përfundon që to në muhabet mes nesh apo jo. Nuk ka veprim, nuk ka efekt në institucione shoqërie kështu me radhë. Kur njerëzit që janë të mbeshur me pushtet merren me interpretim të ligjit, atëherë kjo mundet me pas efekt. Kur njerëzit që janë të mbeshur me pushtet e interpretojnë ligjin në mënyrë të caktuar dhe pastaj veprojnë sipas interpretimit të tyre, po e ekzekutojnë, atëherë kjo vjen që ata e sundojnë ligjin. Se i kam dëgjuar që arbitraritet. Po, i kam dëgjuar që po thonë që për shembull ky është interpretimi i Albin Kurti. Albin Kurti po thotë çdo kryeministri. Edhe u interpreton çdo ligj dhe ai po vepron sipas saj. Jo, ai s'po interpreton. Ai po e ekzekuton. Qysh për ati pja mërmenja. E tash para me notit në situatë, për shembull kur shoqëni secili prej neve e ekzekutojnë ligjin që ashtu qysh neve na e mërmenja. Ç'a është bu? Atë çfarë ka ose është bu? Se secili prej neve ka një lexim. Disa ja qellojnë, disa ja qellojnë, çrëndsi ka. Po ai po e ekzekuton. E që duhet me bëj ndarje për mendimin tim. Pra Albin Kurti po vepron sipas mendimit të tij për ligjin. Që i vjen Albin Kurti po e sundon ligjin pavarësisht ka thot ligji. Po në fakt ai gjatë këtyre 4 vjetëve, nështë edhe më herët, po gjatë këtyre 4 vjetëve si kryeministër me një qeveri të tij të fuqishme në kuptimin e numrave në kuvend, ka tregu që nuk e njeh ligjin. Apo nështë e njeh, po ai thjesht do që ashtu. Ka provu, ka bërë 11 ligje antikushtetuese. Edhe ky interpretimi tash, mendoj që po shkon në frymën e çasaj
paditurisë së tij juridike, që në fakt ka nxjerrë edhe një ligj për qeverinë, i cili tash ja u ka kurthuar edhe kontë edhe më shumë. Sakt. Pra e ka nxjerrë një ligj për qeverinë, të cilën e ka lëvizur. Pa janë kaq të padijshëm, me qëllim i bajnë për shkaktu dëm, që ta nuk e kam në shumë të qartë, duke qenë se nuk i njeh shumë personalisht, e ju i njihni edhe personalisht. O të dyja janë vërteta. Të dyja. Janë përjashtuese njëra tjetrën. Edhe i padijshëm edhe tash akles njëkohësisht. Dhe tash çfarë pse mendoj që të dyja janë vërteta. Për shembull, padituria vjen në shprehje kur e kanë shkruar ligjin dhe se kanë kthyer në mendje. Pra s'ka mund me para pa çka mund me prodhu çaj në një ligj. Ose o shkru ligji përmes një, si me thonë kështu, një veprimi ose mendimi me një etik të lartë politike. Adhe sa me thonë që qëre na për shambull qysh e bojmë një ligj i cili nuk në të me mendon të neve, pa e para pa një situatë ku mbase qaj ligj mund të ty më të dëmdu. Si që për i dëmëton tash, si që kanë kuptu tash që në fakt ligji që e kanë miratu vetë nuk pjo për shtatet. Sepse se kanë para pa situatën. Kraki tha s'bën ky ligj, tha duhet me te i kalu këtë. Po pra, dhe tash kur e kanë kuptuar që ligjin që e kanë shkruar vet. Nuk pju përshtatet atyre në situatën e caktuar, çka kanë zgjedhur, ata kanë thonë, a diçka e injorojnë këtë ligj. Bile edhe çomi do thonë ky do të mundru. Ky ligj. Po mirë. Një sen duhet me pas parasysh. Pavarësisht ta kupton ajo kështu në kuptimin profesional. Një gjë që na e dim gjithë si qytetarët e Republikës Kosovës është që për sa kohë që ligji në fuqi, cilin do vend botës, është në fuqi, ti dush me zbatu. Ai mund të jetë i padrejt, mund të jetë i papërshtatshëm, i ka 100 metra. Derisa nuk ndrodhet, ai është në fuqi. Apo disa juristë i ka pas me kredibilitet, domethënë edhe me dija atave që janë largu prej vetëvendosjes, nuk është se janë më pjesë. Po për mua është goxha e çuditshme me ju ngarku gjithë kjo barë juridike tre njerëzve, si që është Albulina Agjiu, ai zëvensi Vaj Tepsi, edhe Qorolli. Më thonë, për Qorollin e dim kanë folë gjithë, se sa ka qenë i afërt me aleancën, sa ka lëbuaj mu bo gjyqtar në gjykatën kushtetuese, sa e ka luftu vetëvendosjen, tash është faktor në këto çështjet ligjore, juridike dhe përshojmë këto rezultate. Pra për ju pyes juve, a njerëz të meqe ma nuk rrinë me këta, për shkak se këta nuk ngojnë, apo për shkak se këta bëjnë ligje qysh aty ne ju konvenojnë për ushtrim arbitrar të pushtetit? Parimi bazë, sipas të cilit funksionon politikisht Albin Kurti dhe rrjedhimisht vetëvendosja, është që vullneti jon politik është përcaktuesi vetëm i sjelljes tonë politike, jo ligj. Pra ky është që ky parimi ideologjik, konceptual që e ka vetëvendosja, që shprehet pastaj në forma ndryshme, herë më shumë dëm, herë më pak dëm. Ligji dhe maliç. Ligji dhe maliç. Pra në një farë mënyrë, për shembull, e keni dëgjuar Kurtin shpesh kur e sulmon prokurorin, gjyqësinë, gjykatën kushtetuese. A ke pa më çka e sulmon? Ju s'keni votë. Unë kam votë. Pra nëse unë kam votë dhe jam i votuar dhe kam pushtetin politik përmbi institucionet, atëherë çdo gjë tjetër duhet më nënshtruar që ti vullneti politik timit. A kupton? Dhe kjo është thelbi, në mendimin tim, që i konceptit politik që e shkatron demokraci. Dhe i hap rrugë autoritarizmit, totalitarizmit, quaj që dush pastaj. Atë një sistemi tjetër, sepse sistemin demokratik një individ nuk mundet, ose i vullneti politik i një individi nuk mund më nështru këtë institucionet dhe shoqërisë. Prandaj ka daljet pushtetet. A ke menduar ndonjëherë në një situatë kur ky njeri për një me i shëndru në një diktator, çka kishte ndodhur me shoqërinë? Absolutisht, Albin Kurti do të thonë jep të drejtë vetës, më ju kallëzu njerëzve që me vesh, më ju kallëzu njerëzve që me hongër, më ju kallëzu njerëzve që me lexu. Do të thonë ai ka të gjitha tendencat. Ai janë pastaj rrethon, ata mund të më bëni një diktaturë e tillë në Kosovë, tjetër gjë. Jo, po them, çka nëse ndodh? Nëse ndodh, atëherë do të jetë diktat, do të thonë hekut. Në kuptimin që çdo gjë duhet më u përshtat mendimit ose mënyrës se si lideri e sheh shoqërinë. Po çka do që ai nuk e sheh të shëndetshme për shoqërinë, nuk do të mendoj më. Kjo është dhe po na kemi pa dhe sjelljen e tij institucionale. Se disa pa thonë atë çera për shembull rastin konkret që kemi kom dëgjuar që thonë është shkelje, po nuk është as e madhe. Po nuk ka rëndësi a shkelja e madhe apo e vogël. Shkelja është shkelje. Rëndësia është që ka jo shkelje. Rëndësia është insistimi i një personi që mos me u largu prej zyrës së kryeministrit, mos me lënë ndërheqje edhe kur e din që ligji e kërkon një gjë të tillë, po ta bllokon themelimin e institucioneve në përgjithësi.
Që kjo është, domethënë, na nuk jemi na sot peng i vullnetit politik të një njeriu. Se për që ta nuk po konstituohet kuvend. Po të kishë dhonë dorëheqje, akt dorëheqjes, kur të qyshe kërkon ligji, para certifikimit të rezultatëve kështu me radhë, tash na ishim konë të diskutu apo zgjedh kryetari i kuvendit ajo, apo? Tash. Dhe në këtë drejtim konsideroj që mënyra se si e kanë trajtuar deri tash tregon që lëvizja e vendosjes nuk është e interesuar për sundim të ligjit, po është e interesuar për me i pas mekanizmat në dorë për me sundu ligjin. Me qatë sa po kanë, po e sundojnë ligjin, po nuk i kanë krejt. Pra, para mendon nesër, për shembull, nëse kemi edhe një qeveri të vendosjes, kapet pak prokuroria, këshilli prokurorial, kapet pak këshilli gjyqësor, i quajnë ndonjëherë vetë gjykatën kushtetuese, pra shkojnë të urrit mekanizmat e kontrollit për mbi shoqërinë dhe për mbi interpretimin rrjedhimisht sundimin e ligjit. Dhe këtu përfundon demokracia për këtë vend. Absolutisht përfundon demokracia. Dhe a mendon që ky popull nuk e duron një gjë të tillë? A i ka shku ndonjëherë mendja që ky popull u çliru prej Miloševićit? Pra, një sundim 100 vjeçar i Serbisë, i Jugosllavisë, mbi neve vjen një moment kur një popull krejtësisht i vogël, i varfën, pa asnjë institucion, pa ushtri, dhe do të jem dhe do qika të reja i kapin armë dhe çlirohet ky vend. Do të thonë, nëse një njeri që i mençëm që do duhej të rezonante me qetësie dhe me dituri, i shdash me mendu edhe këtë periudhë, se nuk duron, se zullumi këputet për i strashi, jo për i sholli. Nëse durojnë ata 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, dikur ka më shpërthy. Dhe ky shpërthim zakonisht ka pasoja për ata që ushtrojnë presionin edhe diktatin, sepse dihet fundi krejt diktatorëve si ka qenë. Unë nuk po them që populli hakmerret këtij në një formë brutale, por populli mundet mjë hakmerr që mja dhon vendin edhe epitetin që e meriton, si një njeri që i ka shkaktu vetëm dëm këtij vendi. A nuk i mendon këtu? A s'ka zotësimi mendu? Apo është i vërbum për i dëshirës për kontrol? Se këtë se kam shumë qartë. Unë mendoj që në njërë natyrisht që pushteti është jashtëzakonisht atraktiv. Pavarësisht qëllimet pse ti e do pushtetin. Njerëzit e dojnë pushtetin për qëllime ndryshme. Do të më pas parasysh. Mirë, po pavarësisht asaj pushteti është gjithë atraktiv. Për shembull, na kemi pa ta zëm përfaqësuesit e lëvizjes të vendosjes kur nuk kanë qenë kur në pushtet në ekzekutiv, po flas për fshimua kështu më radhë, kam qenë bashk. Atë na kemi pas keqje të stil tjetër, keqje të sjellje, keqje të folme. Po tash për isha për shembull kur kanë shku të pushteti, për isha që ja kanë nisë me kuptu se sa jo me lishaj. Qërë është letë me i thonë jo diçka që se ke provu kur, apo jo. Po në momente që e provon dhe të pëlqen, pastaj është se vështirë me i thonë jo. Kështu që unë kur nuk e besoj njerëzve kur më thonë për shembull ta zëm, sokon kur fal pushteti thotë unë jam i pakorruptueshëm. Po, ti je i pakorruptueshëm sepse s'ke pas shansa ashta. Nëse ke kalu në pushtet, ose në për pushtet ekzekutiv, dhe ke dal në atë anën tjetër i pakorruptueshëm, e çfarë besoj. Ki prova, ke dhënë. Po, ke kalu. E na kemi njerëz politikë që e kanë boqet provë. Dhe kemi njerëz tjerë që s'e kanë boqet provë. Për të cilët as më thonë që janë as janë, po për të cilët kam duhet me pa. Vetvendosja nuk e kaloi këtë provë. Madje shumë herët u përlyer. Tepër herët mendoj në tepër shumë. Dhe në mënyrë që më thon kështu jashtëzakonisht u nxënën herët. Në aspektin korruptiv, ky pushtet e zhvesh lakuriç njëjtë se zyrtari i saj. Domethënë, po flas në aspektin figurativ. Domethënë, këta janë lakuriç si zyrtari i tyre në aspektin korruptiv. Dhe mos lufta e madhe për pushtet, shumë vjeçare, shkaravitjet në rrugë, protestat e dhunshme, gjithçka që kanë ndërtu, kanë konceptuar në kokë, i ka bote etun edhe dëshira për kontroll, po edhe dëshira për para. Se pushteti dhe paraja, kur kombinohen njëna me tjetrën, atëherë njerëzit besoj verbon shumë ma shumë, se sa vetëm paraja, po vetëm një diçka. Absolutisht. Pa ashtu pushteti është atraktiv për shembull për llojin e të menduarit sikur e ka Albin Kurti dhe një pjesë të vendosjes jo gjithë, është atraktiv për shkak kontrollit për mbi se për më kthy pak asaj që thatë më herët, domethënë Albini është i bindur që ai mundet me kontrollu mënyrën që mendojnë njerëzit. Pra kur e ka
ndorë shtetin, institucionet e kështu me radhë, ti pastaj edhe e përcakton çka është e vërtetë. Siç folëm më herët për ligjin, për shembull Albin Kurti, po thotë që ky ligj interpretohet kështu pikë. Do të thonë mendësia vetëndosur është nëse ne themi, nëse na ja ndrojmë emrin asociacionit dhe i themi vetë menaxhim, kjo punë kryet tash është më mirë. Kupton? Do të thonë edhe në këtë drejtim bindja vjen që nëse unë kam një pushtet autoritare kështu me radhë, atëherë njerëzit kanë më mendu që ka mirë e keq në bazë të asaj që po thëmën. Dhe kjo nuk është atribut vetëm i Kosovës. I kësaj mendësisë autoritare, diktatoriale, totalitare kështu me radhë. Këto ka thonë edhe George Orwell në librin e tij. Domethënë pushtetet diktatoriale e përcaktojnë çka ka mirë, çka ka keq, çka e vërtet, çka e pa vërtet. Pavarësisht të tjerëve. Tjetra është pastaj. Sheh për shembull diskursin elektoral të zotit Kurti. Është kritikuar shumë, edhe është folur shumë për këtë punë. Amni 500 votë, 500.000 votë. As sofroj ke program, as sofroj ulë. A do të edhe diçka që mendoj që do të më thonë që unë s'e kam dëgjuar që është thonë. Kur thotë që ashtu ami 500.000 votë. Qysh për ishet i qytetarët? Veç numër. Po. Apo. Do më thonë, a ka thonë për shembull, a ka thonë në ndaj moment. Staja pas një arsye pse. Hiç. Edhe a ka thonë në ndaj moment Albin Kurti gjatë fushatës, para fushatës, pas fushatës. A ka folë në herë për çka kanë nevojë që ta 500.000 njerëz të pjellin votë. Për shembull, a janë që ta 500.000 njerëz? Po. Simas ti ka nevojë vetëm për këto kryeministra. Pra. Ai s'o marr hiç me atë punë, sepse për Albin Kurti njerëzit janë vetëm numra dhe funksione. Të cilën kanë nevojë për një çoban. Mjete, do më thonë që kënë vymë për qita, që kënë vymë për qita. Se cili bashkëpunëtori ti, aje shesë një farë instrumentit të caktuar. Qështë më ka pa edhe mund, do më thonë. Ti e instrument, do më thonë, ti VB e instrument, ti ma kryt mu qitë punë, përsa ko që mu më vymë ma kryt qitë punë, e ajo më më konë një ditë, më më konë 5 vjetë, unë me ty jëmë shumë më i mirë. Në momenti që kryt puna, dhe ose e kuptej që s'po ma kryt punën, ti e njeri prej numrave atje. Je vegla që s'përdoret më, tash e gjeni vegël tjetër që është e përdorshme. Që i ka do. Po. Që i ka do edhe Tu ka thyr shara, e blen një sharë tjetër. Servilizm është farë. Visar, Fatmir Limaj, këtë javë ka qenë emri ma i përfolur. Me hyrë dhe në Google besoj që del në nivel vendi që është emri ma i përfolur. Dhe shumë interesant. Ka që i vogël politikisht me numra dhe ka që i rëndësishëm në këtë situatë. Që për mu, kur po diskutohet dhe po flitet për numrat të krimit të qeverisë, mendoj që veç Fatmir Limaj i ka numrat. Nuk i ka Albin Kurti, nuk i ka as Bedri Hamza, as të tjerë. Veç Fatmir i ka. Sepse ai, si shkoj me Kurtin, mund t'i ketë numrat, po shkoj ka opozita, i ka ma sigurt numrat, dhe ky njeri u shëndru në figurën qendrore, kryesore të krijimit të institucioneve. Por fakti që u largua në këtë formë nga Aleanca, u largu pa u përshëndet, që thuaj, një pa edhe në kuvenda ditë që as nuk u përshëndeten me zotin Haradinaj, të cilit i ka metë shumë hatri, për intervistën që ka pas në Dugazhin në Debat Plus. Ai ka kriju edhe një lloj mosbesimi tashmë të gjithë faktorët politik. A ka gjasa me kriju besim dikush që me kriju qeveri me to? Sepse mundet me u rreshtu në anën tjetër. Nuk po e gjykoj, as para gjykoj, thjesht në bazë të sjelljes së tij, veçanërisht në tash. Po, mendoj që tash zoti Limaj edhe Nisma në përgjithësi si parti kanë qenë kështu mbase më brutalët në ndjekjen e interesit të tyre partijak. Në këtë situatë, domethënë pozicionimi i tyre sjellja kështu me radhë. Kanë qenë më brutal dhe më dukshëm e kanë bërë një gjë të tillë. Një gjë që ish dash me thonë është që nuk duhet me përjashtu që edhe të tjerë të ndjekin interesin personal. Kjo është një pozitë të caktuar. Dhe për shkak të pozitës të caktuar po bëhet më i dukshëm. Vrejtjet e mia që për mua po e lun mirë. Absolutisht, kjo është lojë politike. Domethënë ti nuk mundesh tash sjellja që ka pas me Aleancën, me që kanë qenë në koalicion e kështu me radhë, nuk i di domethënë raportet e brendshme, por megjithatë mendoj që ka një dozë korrekcie në marrëdhëniet në mes të njerëzve dhe subjekteve politike. Pra nëse unë jam me ty në një rrugë të përbashkët, momenti që vendosim mund me dëvon tjetër, që është legjitime me vendos, vit kallxej. Edhe vije flas me ty, them që nuk po vendos kështu, ti po çka dush, unë po shkoj çik ne.
Po vëne që ky nivel i korrekcisë është i domosdoshëm sepse a din çka ndodh. Nuk është kjo hera e dytë ose e tretë që nis me aliancën ndohen pas një bashkëpunimi. Herë kanë pas me vetëvendosjen, herë me PDK bashkë, po këto dyja kanë qenë bashkë. Sa herë jo ndoj dyqysh si keq. Dhe prapë bashku. Pse bëhen bashkë? Po se kanë nevojë. Po pse Ramushi e han këtë fore? Po se kanë nevojë qëre, ti do të thonë mundesh me gjetë interes të përbashkët në bashkëpunim. Unë çka po them është që në rregull është me bëu bashkë, në rregull është edhe me ndo. Po bëne me korrekci duke e pas parasysh, që prap ka mundësi që ki më bëu bashkë. E këtu të na është Ka një farë lidhje toksike këta një. Po da, është po, edhe që thonë dashuri dhe urrejtje. Po në këtë drejtim mu që kem çuditshëm. Pse për shembull me që ishte bo një horë në publik, kur e dine që nashta mas 2 vjetë, 3 vjetë, 6 muajve, do të më ullë pra bashkë me diskutu. Edhe heq që zbohët qeveria me lëvizjen vetëvendosje, ku ka me shku fatmirime? Te opozita. E drejt jashma, apo jo? Pra të që këtë tendencë, si opcion i dytë, për më u bo qeveria. A kalon vend? Po tash që kjo puna. Dhe me thonë, pse po i flet fjalët e fundit? Pse për shembull na nuk e shohim bashkëpunimin dhe ose ndarjen në një moment politike si gjë normale. Pse për shembull duhet që për këthej prap të vetja, pse duhet kur dalu në pevlëviz vendosje mu shon nga antar Po kjo ndodhë gjithandaj. Po mu kritiku bëndi, mu shas ki nevoj. Mu kritiku po, spajtona me rrugën që jetu e ndjekve, për në regull është kjo nuk është e shome. Po e të unë e di të kushje, dhe kjo është pastaj në tjetër dimension, që s'ki nevoj me po për mendimin tim. Edhe ishtë normalizu pak, po tash ne jemi situatë shumë të polarizuar politike, dhe sjellja e zotit Limaj, për kundër asaj që unë mund ta kuptoj interesin dhe legitimitetin e secilit me shku me një opsion të caktuar politike. Kështu me radhë, ajo është në rregull, mu ka dok e hershme. Sepse qëndrimi politik dhe publik i zotit Fatmir Limaj ka qenë që për mu opcioni më i preferuar do të kishte me qenë PDK, LDK, AK-nismë. Apo? Dhe këta kanë thënë që për me artë që kja, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK, jo të gjithë me zërin e njëjtë, po spaku e kanë thënë, për me ardhët e që kjo du të me dështu e para. Ta shti që po bënë? Ti po shkën, nuk po e lënë të parën me dështu. Që i bjenë automatikisht, po e pa mundëson me ardhët e dyta. Automatikisht je për opcionin e parë. Që ka qenë preferenca jote, ose të na ke thonë që është preferenca jote. E që tu në e gjykoj. E qysh tash edhe gjatë fushatës, edhe gjatë këtyne 4 vjetëve të qeverisës e Albin Kurtit, njën i pejtë zëra ma kritik, ma brutal ka qenë zoti Limaj në raport me Kurtin. Na kujtohet ajo thënia ati e famshme, nuk provohet shteti o t'jem. Dhe tash argumentet e ti, ma djetë në intervistë që kam pasur në këtu, që është njëna për intervista më të mira të zotit Limaj, si mas me, natyrisht, ai e kritikon tepër ashpër në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky argumenti për raportet me Amerikën nuk ka mujt me u hedh poshtë nga kërkush, apo nuk ka mujt me u arsyetu. Madje së fundi po del edhe presidentja Vjosa Osmani, noterja e zotit Kurti, siç ai e ka portretizu, nuk po e them unë, që po konsideron se zoti Kurti po i dëmton interesat e Kosovës në raport me Amerikën. Madje akuzën më tashpër e ka bërë në herë në kush për të është Vjosa Osmani, e cila tha merrni me men, qeveria jonë ka 0 taks për produktet e Serbisë e ka taks 10% për Amerikën. Dhe madje e refuzuan, kjo për i bjenë që e kanë refuzu, qeveria Kurti me heq taksën për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pam aty që mas orari punës e këto Hekuran Murati, ato budallaqet tjera. Atëherë, që shka mundësi gjithë këtyne viteve akuzon për prishet raporteve me Amerikën dhe cenim të ekzistencës sonë, sepse ata janë garantues të sigurisë dhe të ekzistencës sonë, dhe në fund t'i bashkohesh, në fund, apo të pakten hyrë negociat me tendencë për me ju bashku. Apo i bje kjo që këta njerëz për një men nuk kam fije kredibiliteti, nuk kam fije ndjeshmërie për këtë vend edhe për interesat tona, po thjesht kanë ndjeshmërie dhe kanë nuhatje për pushtet. Kjo për që kanë, do me thonë, edhe dëshire, bas edhe nevoje, kështu me radhë, për një pushtet, kjo është e dëshme. Mirë, ajo është legjitime. Edhe është legjitime, edhe është e dëshme. Është më i rëndësishëm pushteti yt apo Kosova? E po tash këtu pika, do me thonë që ti bën për shembull koalicion me një parti politike.
pavarësisht që mund të kesh mos pajtime me të, sepse në fund të fundit marrëveshja e koalicionit, që do duhet të shndrohet në program qeverisjeje, apo jo? Po flas për marrëveshjen programatike, jo këto darjen e posteve, që ajo pastaj është garanca jote që kjo qeverinë, që ti po hyn ka me vazhdu sipas kritereve tua programore. Që kjo është logjika formale. Po tash këtu e kemi një problem në një marrëdhënie në mes të zotit Limaj edhe vetvendosis, pra nismës së vetvendosis, potenciali, se nuk e di ja kam u bua ajo. E para është që këtu deri tash nuk është se kemi pa diskutim për program. Tu kemi pa veç diskutim ose spaku që ka është për fol është për pozita, që është në rregull, është edhe ajo është e domosdoshme. E dyta, të pretendosh që ti si partner i vogël mundesh me ndryshu konceptin politik partnerit shumë më të madh se ti, mendoj që është pak naive. Se po të shinkon për shembull ku ta diun 20 deputet me 27, megjithatë janë dy partnerë që kanë një farë barazie. Për shembull kur është bua e koalicioni LVV-LDK, ku kanë qenë 29-28 deputet dy anë, ka pas për një me negociata gjata për programin. Sepse të dyja janë kohë, si me thonë, si të barabartë, si parti politike në numra. Këtu nuk e kemi atë, këtu e kemi një diskrepancë shumë të madhe. Dhe rrjedhimisht tik çka mundesh me bë si parti e vogël në një koalicion në një parti të madhe, mundesh me marr diçka për interesin tënd partijak. Ndaj pikë kështu për shembull që po thonë do ligjet, do kështu po, ato mundesh me i shti. Po kaq, nuk mundesh me ndryshu kursin e qeverisë. Dhe e treta, veçanërisht kur është kryeminist Albin Kurti. Dhe e treta që ndërlidhet tash me figurën Albin Kurti drejt për së drejtë. Ma gjojtë mund një rast, kur Albin Kurti një marrëveshje politike me një palë tjetër e ka respektu dhe në fund. Që Albin Kurti nuk është djenë politik. Sigur se zoti Limaj. Sigur se zoti Limaj, pra. Dhe në këtë drejtim, unë nuk e di qysh mundet m'ja besu, cili do person, që Albin Kurti e manë marrëveshjen dhe në fund. Unë kisha dashur zoti Limaj me zëdhëtet bëhet kryetar kuvendi, dhe pastaj situata kish mujtë me ndru krejtësisht me ndru se kryetar kuvendi, opozita kish mujtë me pastaj edhe. Apo ta merr mendja që Albin Kurti e bën Fatmilinën kryetar kuvendi? Po ky është kushti i Fatmir Limajt. Po dhe veç që i bjen këta s'pas kanë me bo qeveri. Unë nuk e di, po më thom, apo ta merr mendja që Albin Kurti vetë që të pikë garantoj që zoti Limaj nuk hyn pa pas pozitën e kryeparlamentarit. Për që ta diçka kam një farë bindje kështu. Po, dakord, aty jam dakord edhe kish bo gabim shumë të madh me hi nëse nuk merr ndaj pozitë rëndësishme. Po s'mund parë tjetër se nëse merr ekzekutive hu pozitën që hyn. Absolutisht. Mirë po, me aq sa e një unë Albin Kurti natyrisht e një shumë edhe personalisht, po të gjithë e njohim sepse kemi pa publik se Albin Kurti megjithatë është figurë publike për një kohë gjatë. Po, bre, po. Ata merr shkon me njoft këta. Po, veç ata merr ty mendja për shembull që Albin Kurti i beson ndaj kujt tjetër përveç vetes politikisht. Si beson kërkuj. Sa as e po ti beson Fatmilinës. Apo kupton? Edhe në që drejtimën e mendoj që një marrëveshje e tillë, dhe jo vetëm me zotit Limaj në këtë rast, cili do që mendon me shkum Albin Kurtit, bëhet marrëveshje absolutisht e pamundur. Përveç nëse duan, domethënë që thonë këta që luajnë poker pi shtit të natë fitofsha, mos fitofsha u pikej. A dhe kur bisedum këto janë e parë thash se pse po i tuten Albin Kurtit këta edhe në pushtet edhe në opozitë. Dhe argumente apo ideja që ka qenë shumë publik prej kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku, se veni mund shkon në zgjedhje në kohën e presidentit, zgjedhjes së presidentes. Jam kogja i bindun që është argument i ngutshëm dhe kogja i paqëndrueshëm. Pse? Sepse simas meje, po natyrisht kisha dashur mendimin tënd për shumë arsye. Pse ata janë të bindun që ky grup parlamentar që e ka Lëvizja e Vendosje është kaq homogjen sa nuk e braktisin Albin Kurtin, kur dihet se shumica prej tyre i kanë braktisë të tjerë për mi bashku Albin Kurtit dhe ju kanë bashku për pushtet. Të qenonit në opozit për vetëvendosjen edhe për këta njerëz që kanë provu pushtetin gjatë këtyre 4 vjetëve mund të jetë fatale. Edhe në kuptimin emocional edhe në kuptimin politik. Pra këta njerëz duan pushtet. Dhe nëse duan pushtet, dhe Albin Kurti është në opozit, mendoj që ndoshta ju kishim bashku opozitës, e kishim braktis Albin Kurtin, edhe për zgjedh presidentin, po edhe për të marrë hise në pushtet. Dhe jo pa qëllim kemi një listë këtu të deputetëve të vetëvendosjes, për të cilet kisha dashur me pas mendimin tënd se kush janë
ata ma fragil, ma të gatshëm me ju bashku një projekti tjetër, s'po thëmë në një projekti tjetër që Kosova me hecë për para, se me gjitha të këtu ka njerëz normal. Absolutisht. Me gjitha të këtu ka njerëz që duan që Kosova të hecë për para. Sa do që janë kurthu në këtë subjekt politik, kur bisedon me ta, ata thonë që nuk është mirë që kjo që ka pëndohë. Absolutisht. Mund me rënë kjo në fakt. Se kur je i bindun që nuk është mirë që ka pëndohë, pse re aty, pse nuk del, pse nuk flet, pse nuk e demonstron një gjatë e tillë, po hesht. Dhe kjo i bie si masmeje që pushteti i hesht ata. Dhe duke qenë se i hesht pushteti, edhe një pushtet tjetër mund t'i bëj për vete. Që më ndosë në një situatë të tillë nëse opozita deri tashme e bën qeverin? Po qëron, mendoj që gjeja e parë, për shembull, që duhet me pas parasysh është që nëse bëhet një qeveri e tillë, e cila do t'i kishte mbi 60 deputet, po jo 80. Problemi i parë i madh i asaj qeverie do të kishte me qenë zgjedhja e presidentës. Deri atëherë natyrisht ti ki kokçarje me ato ligje dhe marrëveshje që i kërkojnë 2/3, apo megjithatë nuk ka rrezik për me rrallë qeveria. Sepse as kurti në mandat në vetë s'ka mujt mi kalu marrëveshje ndërkombëtare. Tash, në atë moment, na do të kishim me qenë nëse qeveria themelohet ta zë muajin e ardhshëm, na do të kishim me qenë 9 muaj pas konstituimit të institucionit, apo jo? Pak a shumë. 10 muaj ose. Për 10 muaj, asnjë deputet, pavarësisht cilës parti, i cili nuk e ka të sigurt të rizjedhe, nuk është i gatshëm të shkojë në zgjedhje. Asnjë heq. Pra e shohin interesin personal. Absolutisht. Se disa nuk e kanë të sigurt të rizjedhe, disa e kanë të sigurt mos zgjedhje. Dhe kitë të tjerë të cilët e kanë të sigurt zgjedhje, ata janë më komod. Po ata si nuk janë shumë. Nuk janë. Nuk janë. Secilën parti, jo vetëm të vetëvendosje. E dyta, sa më i madh grupi parlamentar, që është më i ulët kohezioni brenda grupit parlamentar dhe lojaliteti ka shi konceptit politik. Nëse kur e ki grupin e madh parlamentar, që ka lëvizje vetëvendosje, për shembull, ka pasur edhe në kaluar. Dhe në të cilin grup ti kesh ti njerëz të cilët jo domosdoshmërisht janë të bindur, siç e tha Allti, që veprimet e vetëvendosjes edhe kanë qenë edhe janë të duhura. Mundësia që ata më ta braktisë grupin në moment caktuar, kur për shembull ata konsiderojnë që ti po e tepron, është më e madhe. Dhe për shembull Dhe kush janë këta? Po ta zëm ti ki disa persona që janë fut tash së vonë, për shembull zonja e Donald Alloshi, që nuk e njeh personalisht, por ka i tash lëvizjen e vendosjes, zoti Bibi Sokoli, që ka i tash lëvizjen e vendosjes. Ata s'kan kur fare emocioni. Të cilët nuk besoj që kanë atë ndjeshmëri për lëvizjen e vendosjes, se s'kam se me pas. Do në ta shohin lëvizjen e vendosjes si një parti politike përmes së cilës ata kanë arrit me realizuar një qëllim të tyre, nuk po deputet me përfaqësu komunitetin e sportit, komunitetin artistik e kështu me radhë, se Alloshi, në rregull komplet dhe këtu. Mirë po. Unë i respektoj të dy. Absolutisht, unë kam respekt madh, e do në po them nuk e njeh, Bilbilin e njeh dhe kam respekt për ta. Mirë po kjo nuk do të thotë që për shembull ti tash pajtohesh gjithçka me lëvizjen e vendosjes edhe si shkon desh më kon. Pra, pastaj ki persona që ti përmendet të cilët kanë ardhur partive tjera, për shembull sikur zoti Valon Ramadani që ka ardhur nismës. A nismë ka qenë Valoni, ja? Nismë ka qenë kur e kemi pas në atë bashkëpunimin me AK dhe nismën, nëse të kujtohet, kur patëm dathër, ka ndodhur disa lëvizje, njëra prej tyre është Valon Ramadani që ka në lëvizje me vendosje. Pastaj ki këta grupin e oportunistëve të vonë, që i quajnë në këta UÇK-ja 99-ës, që kanë veshur uniformë për me nxon banesë, jo për me shku në luftë, si Armend Muja, Mimoza Kusari, kështu me radhë. Nezir Kraki, pastaj adin të cilët janë bën lëvizje me vendosje për arsye të kulluara oportuniste. Për shembull ti kur e ngon të fol Adriana Matoshi, të cilat domethënë edhe ti kur i dëgjon këta ty fol ta zën publik, ti e sheh që këta edhe kur kanë qenë vetëvendosje nuk e kanë paraqit konceptualisht vetëvendosje. Në fakt i përmene zonin Kusari edhe zotin Muja, ata kanë qenë ma kritik për vetëvendosjen se sa unë. Absolutisht. Ma lërë jo kritik. Armend Muja e ka krahasu lëvizjen e vetëvendosjes me listën serbe. Po. Ka thonë dyja duhet mbyllen sepse dyjat veprojnë kundër rendit kushtetues të Kosovës. Çdo mirë ka pas. Po nuk dizash le të mbyll, pra se aty është. Okej, pra ju shihni mundësi të kështu që kjo është domethënë ja që si më thon kështu paqëndrueshmëria, qoftë ideologjike, qoftë e interesit të deputetëve individual. E treta është pastaj që varet edhe kush është kandidat për president. Jo krejt grupi,
mundet me I thonë jo se cilit kandidat për president. Sepse me gjithatë të e do me thonë këtu ka njerëz të cilë kanë mendime ndryshme politike. Po jo se cili antari vetë vendosës dhe ose depozitat është I zhveshur komplet nga mbamendja historike, nga etika. Lista Guxot ka zonë ka shumë deputet. Sa I ka 7-9. Për shembull, çka mendon lista Guxot? A kishin votu këta Vjosa Osmanin për president? Kjo do të kishte më qenë pyetja ime, çka mendojnë këta për shembull nëse kandidohet prapë Vjosa Osmani? Çka kishin bërë këta? Kishin thonë jo pse? Qysh mundet me thonë jo? Se dush me pasën një arsye me thonë jo let. Po na do të insistu si publik me kallëzu pse jo, ose pse po. Ti dush me pasë një argumentim. Çka I thuti Vjosa Osmani për shembull Fatën Peci, Donika Gërballa, Jeta Statovci, s'po bëj ka më kon presidente, pse? Se të këja që kemi kritikuar shumë, kryetarët partisë shkoj, ja bëri korumin dhe u bë presidente, ndonë se ajo kishte dëmtu LDK-n më shumëti. Absolutisht. Dhe ky argument do duhet ishte shumë I fuqishëm për këta të listës Guxot, të këtij subjekti politik që nuk e di a është subjekt politik ajo. Po quhet ashtu. Mirë, po quhet ashtu. Po I kisha marrë me emna, Fatën Peci mori shumë vota. Ministri, po veç tash tash pyetja jam këtu për shembull për zotin Peci dhe ose zotin Donika Gërballa, që domethënë se ti je gazetar jashtëzakonisht I informuar mirë, edhe ki domethënë aftësinë që informatën tonë me shndru edhe me kontekstualizu politikisht, jo vetëm me marr si altoparlant me transmetu. Zoti Peci për shembull se zonja Gërballa, ata mendja që kishin me qenë të kënaqur me çfarë do opozite që e marrin në qeverinë e re, qoftë nëse e bën të qeveria Albin Kurti. Pra në këto negociata ku po flitet jo edhe akti zëvendës ministri, jo edhe ati ministri, jo edhe akti kryeparlamentar, jo edhe ati një tjetër. Për këta nuk e di ma kanë marrëveshje. Po nuk e dim dhe pa, po mendon që secili opcion që e bjen Kurti në tavolinë është I kënaqshëm për ta? Ja, unë jam I bindur që pa pozit ministrit bujqësisë Fatën Peci është I pakënaqshëm. E tash, kush ja garanton? Edhe Donika Gërballa është e pakënaqshme. Po, nëse Albin Kurti e bën çet lloj qeverie, ta zon, që po mundohet me bë, me deputet individual, me harnundi qysh. Apo mendon që metet çast shumë hapësirë sa këta më marr Guxot 2 ministri? Se ta thesh. Jo me sta numra meritojnë më shumë. Absolutisht që meritojnë më shumë. Po tjetër gjë çfarë meriton, tjetër gjë çfarë meriton Albin Kurti që të meriton. Po 10% e kësaj, gati 10%, jo pa gati, 10% të votës së vetëvendosjes janë të Fatën Pecit e Donika Gërballës, subjekti tyne. Dhe 10% janë shumë. Sakt. Vetëm se mos harojmë. Do duhet bile 30% të qeverisë me pas. Mos harojmë që herën e kaluar kanë pas pushtet madh. Po. Jo shumë numër, po kanë pas pozita të rëndësishme. Pra zonja Gërballa ka qenë ministre e jashtme. Po veç aso kohë është nda pushteti me Vjosa Osmanin. Saktë. Tash për shembull se mua që më ka duk interesant është që a janë këta dy Vjosa Osmani? A peshojnë për Albin Kurtin këta dy sa Vjosa Osmani? Jo, unë mendoj që për Albin Kurtin ta mund të peshojnë më shumë se Vjosa Osmani për shkak të lojalitetit që e kanë kallëzu gjatë qeverisë. Po megjithatë lojalitetin ai është shpërblen, por nuk I konsideron rrezik potencial për pushtetin e tij. Absolutisht jo, sepse ai nuk I sheh këta dy të jenë persona të cilët mund me komandu votë të mëdha. Për shembull, nëse ti e pyet Albin Kurtin, votat e zotit Peci janë 132.000 diçka sa janë. A janë zotit Peci atë vendosës, unë po të garantoj që e thotë që to janë vendosës. Pse s'ka dashur Albin Kurti me bë koalicion formal me këta? Pikërisht që mos me hup këtë argument. Ta ketë janë pjesë të listës së vendosjes. Ta për së brashmi e çuj një tjetër ti e Guxot ti alternativë. Për së brashmi sy ton këta janë vetë vendosje. Se sytë e PCZ-s janë vetë vendosje. Po. Kjo s'është koalicion. Juridikisht, listë vetë vendosje. Dakor. Tash Albin Kurti thotë që to ketë këto vote janë vetë vendosje. Ku na sa marrënia që ku tjetër. Apo me Vjosën nuk ka mundësi. Se Vjosa ka pas popularitet të madh politik. Edhe Vjosa ka qenë kushti garantues I fitores së Albin Kurtit në 2021. Nuk ishte bërë 50% pa Vjosën. E dashte Vjosën që tas mundsh më jam mohu. Domethënë atash nuk ka ashtu. Tash 42% unë mendoj që është arritur pa Fatën Peci. Dhe Donika Gërballa. Ose s'pakun sytë Albin Kurti, kjo kishte qenë më shumë me pata. Pra, ai bie se këta njerëz mund të kërkojnë interesa politike edhe në kombinime tjera? Absolutisht. Dhe pse pra u dasht me djeg veçanërisht LDK-ja dhe zoti Limaj këtë opsion? A patën frikë? A janë të pameshëm sa me analizu një gjë të tillë? Apo
Qërë, mund nuk po mduke që dje kjo opcion, edhe mund nuk po mduke... Është dëmtu. Është dëmtu, dakor, veç qële për shkak një gjë që mund duket shumë interesante, bile mendoj që është e rëndësishme mund diskutu, është që kjo hallakam që tash ata të shkurtë që është në kuvend. E ka një të mirë. Atë që thonë 50 fatkeqësi dalë në fat. E mira muça po mduket është që megjithatë është rrit pa kohezioni i partive që ishin deri dje në opozitë. Pra LDK, PDK, AK që tash po veprojnë si një. Bashkë nuk po votojnë, bashkë nuk. Domethënë ka një veprim të përbashkët politik. E veprimi i përbashkët politik është mënyra më e mirë e parafrimit drejt një qeverie të nesërme. Kur krijohen kushtet, nëse krijohen kushtet. Pra këtu zoti Lima dhe Nisma është çaj elementi që po e bë këtë pasigurt, sepse po e rrit pak siguri në anën tjetër. Hiç ja 3 deputet të Nismës me ato që kemi pa në këto 2 seanca, 2 tentim konstituimit të kuvendit, ne kemi pa që Albin Kurti as 49 deputet me nësimi bat. Me 49 deputet e s'ki shans me po qeveri kur. A i kish bo sa me kalu këtë fazën e parë, po mendoj që qëllimisht nuk po e bën. Se po do mi përly të gjithë në një shkelje ligjore dhe kushtetuese. Po veç, edhe një gjë tjetër është që ai nuk i ka numrat dhe në këtë drejtim unë konsideroj që ky veprim i përbashkët opozitor e rrit mundësinë dhe shpresën. Dje ka mujt me pas numrat, se kanë qenë 100 deputet, janë dashur 51. 6. Nuk e kalu. Nuk dashur. Po veç ky na të mos harron ky mund të ketë numrat edhe nesër, e mas nesër për raport. Po për qeveri nuk i ka. Ajo është më tjetër. Që kjo është. Po ky po don me i përly në një shkelje të tillë që me umbrojt pastaj në gjykatë kushtetuese. Ky pedin që faja po të më shpërndall. Po dhe? Se kur e din që ki drejt, që shpo thonë që na kena drejt, të shkon dhe voton raportin, nuk tanim se ki drejt, ta pedin që nuk kanë drejt. Jemi në farën e fund të shumë shpejt po jetë. Në shta duhet me folë me Ermalin me zgjat pak, se me shkurtu pak debat plusin, se kogja gjatë është atje. Këtu e në argumentet ma pak hajgare po bëj. Kur mundu me pas në qeveri, Bisara, ki, nej, apo ky vend ka me hy në një blokad totale. E pash dikur një postim të njenit ma dërgun për Kurtin, tha 1 urë e ka ndërtu që të qënë një sokak dhe një ligj e ka bo që të qënë qërë sokak. Pra, mos jemi të shku në një qërë sokak pa dalje, sepse juridikisht jemi në situatë pa dalje. Sakt. Juridikisht jemi në situatë pa dalje, unë mendoj që politikisht një gjë na ishtë kondisht me dalë prej saj, si mendësi, se për shembull që një gjë që po na ndodhë në Kosovë është që në secilin diskutim politik, na jam veshim gati se fuqinë e plot Albin Kurtit. Për shembull, na po thonë që kjo situatë pa Albin Kurtin nuk shbllokohet, unë nuk mendoj që është. Do me thonë, na duhet me dalë për qësaj. Albin Kurti ka mundësi me zvarit themelimin e institucionit, pra tash raportin nesër degjem diçka tjetër, por nuk e ka të pakufizuar këtë mundësi. Arsyeja pse unë mendoj që megjithatë po ka blokada ose një faktor shtesë është edhe që nuk ka deri tash një opsion që mund me qeverisë Kosovën. Po dhe? Kërkush nuk i ka nuk janë bashkë. E nëse kërkush nuk i ka numrat dhe pse më gut. Do të rrim çdo se edhe ashtu s'po bëj ka qeveria. Në momentin që të keni qeverin pritje me 61 deputet. Presioni për mos blloku bëhet shumë më i madh. Edhe këtë drejtim. Po dhe mundësia për zvarritje shumë e madhe. Mundësia po, sepse ka një idearin si kryesues, veçanëherë zvarritja bëhet puro jashtëligjore. Po jashtëligjore ishte edhe shtyrja e seancës dje. Dhe atëherë se qyre po në perceptimin e publikut mendojeni. Ka rëndësi edhe kur për shembull jo kush po bllokon, po pse po bllokohet situata. Deri tash njerëz po mendojnë, sepse vetëvendosja po shtyn çto, që situata po bllokohet se s'po dojnë vetëvendosin me boqeveri. E ajo si ka numrat, po kjo s'po shihet. Para mendoni situatë kur janë situata më bllokuar se s'po dojnë me lënë PDK-n, LDK-n, AK-n me boqeveri. Kur ti dal me 61 deputet dhe thua na i kemi veç ky s'po lan. Është tjetër dinamik pastaj. Tjetër percepcion publik. E kjo është e rëndësishme, me ndru perceptimi publik për ose leximi, interpretimi situatës politike. Pse mas te nuk shkon gjatë ky bllokim? Në varet a ka në këtë anën tjetër marrëveshje.
ose a ka, si me thonë, hapa ma të sigurt të drejt themelimit në qeveri. Mendoj që ajo nuk e kishte zhblloku më njëherë, pa ajo i shkon një presion jashtëzakonisht i rëndësishëm për me e zhblloku dhe me pas qeveri. Kënaqësi që folëm Visar. Gjithashtu, faleminderit. Me që shihem javën tjetër në një diskutim tjetër me Visarin. Ky emision transmetohet në televizionin Dugagjini çdo të diel në orën 21:15, si dhe live në kanalin e YouTube-it në Paparazzi dhe në Facebook. Ndiqni këtë emision dhe emisione tjera. Mirupafshim.